Parashikimi I motit në RTS. Teleshikues të radio televizionit shqiptar, mirëmbrëma, ju ftoj të njihni me parashikimin e kushteve atmosferike për vendin tonë. Sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ditën e sotme vendi ynë u ndikua nga kushte të qëndrueshme atmosferike. Moti ishte I kthjellët në të gjithë territorin dhe orë të gjata me diell. Era ka fyer me drejtim verilindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 5 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet ka fituar shpejtësi 10 metër për sekond, e shoqëruar me valësim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore 6 deri në 22 gradë, në zonat të ulta 4 deri në 31 dhe në Bregdet 8 deri në 31 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesërme, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet I kthjellët në të gjithë territorin, përjashtuar dhe vërënësirat e pakta mesatare kalimtare në orët e mesditës dhe pasdites, kryesisht në relievet malore në lindje të territorit. Era do të fryej lehtë me drejtim verilindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të fitojë shpejtësi 14 metër për sekond, e shoqëruar me valëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 7 deri në 23 gradë, në zonat të ulta 5 deri në 34 dhe në Bregdet 9 deri në 33 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi I motit për sot dhe nesër. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Kosova nesër. Rajoni nesër. Europa nesër.